Kemi Dasarën. O Dasara ka Lazarui, O Lazarui, e kape Prime-in e Lia Mandjaro, e kape fal Lazaruit. Fal Lazaruit e kape Prime-in e Lia Mandjaro. Me kredin e marrë te kredo.al. Tani të flasim një çik për dinamikat se e morën vesh Lazaruit ja bëri reklamën Bigu, nuk ka nevojë për reklamën tonë. Zemra, kapën Prime-in ne, dolëm televizor. Unë kam dy prime që e kapo por edhe. po I qik pina asaj vagonit, lutem, meridian. Dërgoje. E dërgova. Çuna. O, Na, do. më thuaj. Më duket mua apo ky është Bigu I të çmendurve dhe çmendura e parë është Egli dhe e dyta është Neda. Apo më duket mua, domethënë. Se? Po tash e mirë ajo. Është rroisur, edhe nuk di çfarë do. Flet akoma për marrëdhënie kur s'ka marrëdhënie prej 4 muajsh. Po kemi dhe Nedën që flet për çifte Neda. Është në këtë Big Brother opinioniste apo s'është? Neda do t'i lidhi patjetër, do të shofi diçka E patjetër. po e pe Dasara ti nuk e pe momentin e fundit. Ju betua gjesti tani për kokë të motër sa dhe për Zotin që nuk kam bën asnjë moment shaka me ty tha. E kam pas çdo gjë të sinqert. Ju betua sa po ju betua tani. Po jemi tha ajo betohu I tha për motrën se ti Zotin. Po pra, I tha betohu tha që s'po gënjen. Unë nuk dua të ofendoj këta, domethënë. Po ky është muhabet rrugë. Muhabet rrugë. E para beja, të bësh bejë është një gjë që e rëndomt, jo për njerëz me niveli herë. Po mirë më ja kërkoj Egli. E dyta nuk kërkohet zëbeti, se kjo është kryesorja. Njerëzit me nivel siç e mban veten Egli për vajzë me nivel nuk ka lidhje me ben, e kupton. Duhet merret me llafin, mbaj llafin tjetrit, se mban llafin e thotë ke gënjur ai shnet smeret më. Nuk zgjatet historia bëhet kërkues si kalamajt e vegjël. Hello. Hello people. Gjo, alo. Kuksi I ri moj. Çfarë do bë? Ty pika Farber, po vazhdo, Dasara vazhdo, Dasara. Ky moment, Ku po ike, ha? ky moment I lojës, unë mendoj që në këtë moment lojës s'ka ata më mirë, gjëja më e thjeshtë dhe më e bukur për të dy është që ata të vazhdojnë diçka jashtë kësaj loje. Edhe të hajnë edhe të grien dhe t'i lejnë vend njëri tjetrit për ato pak 2 javë që kanë ngelur, po them. Është gjëja më e mirë, se ajo ja hedh topin aty, ajo ja hedh topin kësaj, janë gjëra që nuk do gjehet gjithë, jam mendoj unë. Po ku ka top të hedhur aty, ai ka 4 muaj që se do buri dheu. Ç'a topi, për ç'a topi po flasim tani? Ore me zor. Ore me ide, po pra po. Nuk e di. Dasara. Dëgjoj. Po ti si e shikon këtë? Ajo miqës është në Terezi vet, po ka çmendur dhe njerëz jashtë, e kupton? Dëgjoj. Mirë, po ti si e shef të diskutimin që bën tani që mendon që ishte në publicitet dhe nuk po e kuptoshin që ishin live. Si du duk kjo që gjesti tha unë s'kam lyt, as i sekond me ty. Po s'ka lyt me atë. Ai po lun Big Brother, s'po lun me Eglin, as I flas fare me Eglin. Po pra, po po që një ndjesi e ka, I qef e ka, kështu që nuk mund të them që normal do të rrisha që po aty brenda Meridian. E kupton ti që të merresh me Eglin do të thotë që nuk e di më as ku je, as kë do, as çfarë do, as pse do, e kupton ti që ai aty brenda është tash imagjino pak, futet mrena, ditën e ditëlindjes mamit, se I ka thënë mami ka ditëlindjen edhe do bolliqe, e kupton. Pastaj hyn aty dhe I mbush mendjen atij që I detyrohet publikut që të lidhet me Eglin, e kupton? Që normale ju të duken ty këto për një njeri I të shëndetshëm ndërisht? Po dëgjoj. Se si mund të arsyetojmë në këtë pikë? Se nuk ka pik arsyetimi, pik logjike fare. Unë shpresoj që mos ketë në mendje. Se s'di më ku është. Ajo e ka çorientuar me publikun jashtë, me informacion jashtë. E ka çorientuar me detyrimin moral edhe emocional edhe ka lujtë me ndërgjegjen aty që ti më detyrohesh mua se unë du. S'du valla për masëm do. Po mirë po dakord s'do, po ky pse Ore ky Po mirë dakord, po ky pse ja thot tani që po unë nuk kam boshakat, kam qef. Ky pse ja thot?
Po çfarë do bëjmë, të shtytë 2 javë para se dalë. A më le, po pse më mbase- pas ka nevojë Gjesti me shty 2 javë, mi duke i thonë Eglit kam qef e ke seriozisht ti? mbase ka Po ndikuar si më që Meridian edhe ajo pjesa. Meridiani, ajo hyri brenda, Meridiani ajo hyri brenda edhe e vuri kundra Rozanës. Ja prishi lojën, jetën, logjikën aty mrena. Edhe E ignoronte shumë shpesh. Ai imagjinon që duhet ta ketë kundër Rozanën se mendon që kjo di gjëra nga jashtë. Se ja ka thënë ajo, nuk është se ja ka thënë që e ka nga jashtë këtë histori. Kupton? Normal ajo është çoroditur, më total, mund vjen keq për atë çon. Vjen shumë keq. Vallai mu duket më i fokusum se më duket Gjesti mu në loj edhe më i relaksum, në çdo debat e ket relaksum, çdo debat e kalon me shaka, i fut një pesi tha nuk i mendoj fare, tha unë më tek fare, pap, nuk i hy thellun asyre gjërave. Edhe kur debatoj, tha, edhe kur diskutoj, edhe kjo për mua është tregon që ai është shumë i qartë ajo që do. Jo, mua një gjë më bëri përshtypje se si Ledionia anashkaloi atë pjesën e të kërkuarit seks shumë shpejt. As nuk e preku fare. Po pse qa kishte aty Liamo për ta prek? Po kishte një joz ose dikush tjetër të kishte thonë ato fjalë djali. Qa problemi ka ma të kërkosh seks mas 3 muaj aty, qa problemi ka? Unë da thash edhe një sekuencë më përpara që edhe po të këtë kërkonte, mënyra se si e kërkonte, nuk do kishte asnjë problem. Po unë po them këtë radhë, si janë shkaloi Ledioni, po ta kishte bërë Jozi diçka. Po s'ishte mua bet mu diskutu o zotri se kur ja le personi që ka përballë, ja jep gjithë tagin dhe gjithë drejtën të shprehë dhe të flasit dhe ja madhe batutën, qa do thëj Ledioni pse ja majtë ti batutën? Jo. Te kërkove ti seksin. Strikto vlla drejt fare. Siç janë gjithë janë njësoj aty brenda, nuk ka as majtas as djathtë. Po pra gjithë janë njësoj, këti i bëhet seks, Jozit nuk i bëhet seks, si i bëhet tashi? Po mi më mirë, ajo pjesa e të bërit seks ta thash edhe një herë, s'ka problem valla. Ty s'bëhet, dasare si bëhet,